Të dashur miq, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku jemi së bashku dhe sonte në Z Podcast. Për këtë javë sjellim një nga temat më interesante dhe më të prekshme, një temë me interes për çdo individ, çdo qytetar, veçanërisht kohëve të fundit që jemi përballur me ndikimet e globalizmit, veçanërisht pikërisht do të flasim për këtë temë, ndikimi i saj në Ballkan. Do fokusohemi tek pjesa e Ballkanit, globalizmi, financat dhe e ardhmja e Ballkanit. Dhe me ne në studio për këtë temë kemi të ftuar profesor Ali Maksutin, cili ti dëshiroj mirëseardhje. Profesor, mirëseardhje. Mirësevgjeta, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni marrë rrugë gjatë nga Tetova për të ardhur këtu. Faleminderit. Jeni një herë Ishte kënaqësi për ne. Profesor universitar në Universitetin e Tetovës. Fakultetin Ekonomik. Kemi zgjedhur pikërisht njeriu e duhur, po besoj të flitet për këtë temë. Jeni aktiv vazhdimisht, sidomos me shkrime edhe për ngjarje, për analizat globale. Tani për këto tema ka shumë profesor, shumë analistë dhe shumë opinionistë dhe shumë ekspertë tjerë, po në grupin e këtyre për shkak se temat më duken më atraktive dhe janë më aktuale, ndonjëherë qasem në aspekt profesional, duke ndërlidh pjesën ekonomike me pjesën e procesit të globalizmit. Prandaj edhe lëvizjet globale sot kanë ndikim drejt për drejt edhe tek shtetet, edhe tek qytetet, po edhe tek individi në nivel më mikro. Çfarë ndikimi ka saktësisht në Ballkan? Tani në fillim pjesa e globalizmit ka dy mendime, që globalizmi është projekt apo proces. Edhe unë jam në kategorinë e atyre që them se është proces, për arsye se vazhdimsi në gjatë historisë së njerëzimit, ose impakti ose ndikimi fetar ose laik, perandori të ndryshme të gjithë kanë pas një qëllim pjesën e globalizmit. Edhe tani pas luftës së dytë botërore, globalizmi merr kaje të një procesi i cili nuk është i ndalshëm, themi kështu. Edhe prandaj sidomos edhe pjesa e digitalizimit, teknologjisë kështu, këtë proces të globalizmit e përshpejton. Edhe ndikimi i globalizmit tani ndjehet më çdo kund. Ndjehet dobësimi më shumë apo forcimi? Sepse përveç teknologjisë ka në anën tjetër është edhe tregu më i hapur, fuqia punëtore është më e shpërndarë. Tani globalizmi në raport me Ballkanin ose shtetet në zhvillim, ku bëjnë pjesë, mund të themi të gjithë shtetet e Ballkanit perëndimor, të cilat nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, mund të themi se ka një ndikim hibrid, dyfisht. Edhe atë pjesën pozitive dhe pjesën negative. Në aspektin pozitiv, globalizmi normal ka ndikuar në rritjen e investimeve të huaja tek të gjithë shtetet. Sidomos tek shtetet të cilat nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, kanë krijuar lëvizshmëri të kapitalit, të produkteve, madrave, por edhe fuqisë punëtore, lëvizshmërinë e njerëzve e kështu me radhë. Prandaj është pjesa pozitive. Kurse pjesa negative, ku më tepër preken shtetet që janë në zhvillim, ku bëjnë pjesë shtetet e Ballkanit perëndimor, është për shembull është ul niveli i sektorit industrial, prodhimtarisë, ku zëvendësohen me produkte të cilat më tepër importohen, qofshin ato produkte industriale, qofshin produkte elementare. Sektori i bujqësisë, për shembull, para 30 viteve ka qenë më funksional në shtetet e Ballkanit. Tani produktet bujqësore më tepër importohen në shumicën e shteteve të Ballkanit perëndimor se prodhohen në vend, sepse kostoja e prodhimit është më e lartë se kostoja e furnizimit. Edhe globalizmi këtë ka, domethënë duke ndërlidhur me pjesën e kapitalizmit, se mendoj se tash është bota në një funksionalitet ku globalizmi qëndron mbi themelet e kapitalizmit. Edhe tani do ketë një sistem tjetër apo jo, do shohim. Po si është e mundur që një ngjarje botërore që s'ka të bëjë fare me Ballkanin, ndoshta të prek edhe një individ krejt në një zonë rurale këtu tek vendet tona? Kohës fundit që tema që preket shumë, edhe në nivel debateve politike, geopolitike, geostrategjike, të sigurisë, po edhe ekonomike, është debati i fundit të konfliktit në linjën e mesme, luftës në linjën e mesme. Globalizmi këtë proces e ka. Domethënë, nëse sot preket në aspekt sigurisë ose luftës në rajon, sot problematika nisën prej bursave të New Yorkut deri tek bukfjeksin që kemi në lagje. Sepse çmimet kanë impakt nga, për shembull, nëse në këtë periudhë, për shkak të luftës në linjën e mesme, ka arritje të çmimeve të gazit dhe naftës në berzat botërore. Zinxhiri i furnizimit i rritën kostot. Kështu që ndikimi vjen deri tek qytetarët edhe të Ballkanit, sepse shtetet e Ballkanit
sidomos pjesën e energjetikës, krejt kapacitetin e vet e mbulojnë me importin e naftës dhe gazit nga shtetet e lindjes së mesme, në përgjithësi. Edhe kur ka atje një konflikt, tek ne reflekton rritje të çmimeve. Edhe kjo është ajo domino efekti që krijohet për një ngjarje botërore tek një efekt lokal. Për arsyeve duket jetë edhe importi. Pse kaq varësi e madhe nga importi? Tani shtetet e Ballkanit Perëndimor, pasi fokusin e temës e kemi këtu, në përgjithësi importet i kanë tek pjesa energjetikës, jemi në gazit dhe të naftës. Tani, transporti, qoftë ujor, qoftë toksor, varet e kostoja e shfrytëzimit të karburanteve. Edhe me njëherë hynë në atë rrjedhën e zinxhirit të çmimeve të transportit. Edhe kjo do ketë pastaj impakt te produktet tjera, qoftë ato produkte elementare, qoftë produkte sekondare apo të luksit. Po importojmë edhe inflacionin. Edhe në njëjtën kohë importohet edhe inflacioni. Domethënë se inflacioni mund të krijohen tek shtetet, sidomos shtetet në zhvillim, mund të jetë si shkak i politikave të brendshme apo të inflacioni importuar nga jashtë. Në këtë rast, jo vetëm Ballkani Perëndimor, por bota përballohet me një inflacion ku ka një lëvizshmëri botërore të inflacionit prej 0,7 deri 1.2%, për arsye se ndodhi pandemia, pas pandemisë që ishte një krizë globale që patë ndikim drejt për drejt ekonomik, pastaj filloi lufta në Ukrainë, që edhe këtu u prek sidomos pjesa e Evropës, Shtetet Bashkimit Evropian, por edhe Ballkani Perëndimor, dhe tani më në fund që është edhe lufta e lindjen e mesme, që edhe kjo më rrit më tepër këtë pjesën e ndikimit të rritjes së inflacionit në nivel botëror. Do të thonë nuk është se preket vetëm Ballkani Perëndimor, por bota në përgjithësi preket nga këto kriza një pas njëshme që kanë ndodhur. Po pse nuk ka prodhim të mjaftueshëm Ballkani? Ne tham fillim, domethënë globalizmi i ka përparësitë edhe dobësitë e veta. Te pjesa e globalizmit ku tregu i lirë më funksionon mbas ofertës dhe kërkesës. Kosto e prodhimit, teknologjia e avancuar, mungesa e investimeve në teknologjinë e avancuar, mungesa e investimeve në inovacione, pjesën e Ballkanit Perëndimor kanë lënë pas për prodhimin e brendshëm. Sidomos për shembull sektorin Ballkani Perëndimor ka patur një përparësi nga rajonet e ndryshme në pjesën e sektorit të bujqësisë. Edhe pastaj edhe turizmit, po shtetet të cilët kanë mundësi që e shfrytëzojnë sektorin e turizmit në mënyra të ndryshme e mbulojnë këtë pjesën e mungesës së zhvillimit të sektorit të bujqësisë. Për shembull, disa shtete, Maqedonia e Veriut dhe Serbia për shembull, janë fokusuar ditë vjeçarin e fundit shumë në sektorin e bujqësisë. Edhe kanë arritur të rritin prodhimin e brendshëm të vetë edhe duke i zëvendësuar me importet e jashtme të produkteve bujqësore. Për dallim nga shtetet tjera që më tepër importojnë sa prodhojnë vetë në brendshëm. Por këto janë dobësitë e menaxhimit brenda strukturave qeverisë, të cilat duhet orientohen në është dobësi e strukturave brenda qeverisë, se siç po thoni, apo jemi viktim e politikave globale? Tani nuk mund të themi se sa njëra sa tjetra, pra. Po, domethënë edhe siç e tham, domethënë ndikimi është e dyfisht, është hibrid. Cila është më ideja për të përshtatur tek pjesa e globalizmit, procesit të globalizmit, me ndryshimet që duhet qeveritë ndryshme, qeverisja ndryshme, menaxhimi, qeverisës brenda shteteve të sidomos Ballkanit Perëndimor duhet të orientohet tek pjesa e investimeve në teknologjinë e avancuar, edhe të orientohet te ato sektorë të cilët i ka përparësi. Ti zhvilloj ato sektorë të cilët i ka përparësi, edhe për shembull në arsim, fuqia punëtore sot është në njëjtën kohë është fuqi konsumuese. Edhe orientimi i buxhetit për shembull të jetë në arsimimin e gjeneratave të reja. Se fuqia punëtore sot kemi sektorë të cilët nëpërmjet shërbimeve mund të gjenerojnë shumë të hyra, por duhet një investim afat mesëm që të ketë efekt pastaj në afat gjatë. Inovacioni, teknologjia, digitalizimi, këto hapa duhet ndiqen nga ana e qeverive të Ballkanit Perëndimor për t'u përshtatë globalizmit. Se globalizmi është i pamëshirshëm. Kapitalizmi është i pamëshirshëm, nuk është si familje. Ta falën një herë, ta falën dy herë. Kapitalizmi s'ta falën dy herë. Edhe tre herë, kështu që
mjaftojnë këto hapa për të bërë një pavarësi ekonomike nëse veç targetohet, mund të jetë relative. Po ka shtetet që të cilat mund t'i marrim shembull që kanë qenë për shembull në fazën e parë transformimit Polonia për shembull. Polonia dhe Çekia kanë qenë dy shtete të cilat kanë qenë me një sistem tjetër ekonomik dhe politik, pastaj janë transformuar në sistem tjetër dhe kanë qenë të mbarura 80% nga importet, kanë pas emigrim të madh të qytetarëve të Polonisë që kanë emigruar në Shtetet e Bashkimit Evropian, por çfarë ndodhi? Tani kemi dy shtete, Çekinë dhe Poloninë, të cilat shumë janë kthye, kanë bërë investime dhe sektori industrial është shumë i lartë, duke të rrejë edhe investimet të huaja, por edhe investimet të brendshme nga bizneset e brendshme kështu me radhë, që janë raste konkrete që kanë pasur sukses, domethënë këtë aspekt. Turqia për shembull, vitet e 70-ta ka pas një emigrim shumë të madh të qytetarëve për shkak të krizave ekonomike. Tani prej vitit 2001 pastaj këndej është ndër shtetet vitin 1970 ka qenë e 47 ose 48 ekonomi botërore. Tani është e 17 ekonomi botërore. Domethënë ka shtete të cilat ne mund t'i marrim shembull që fillojnë duke i përdor këto mekanizma shteti qeverisje motivon pjesën e zhvillimit të ekonomisë së brendshme. Edhe e çon drejt të pavarësimit ekonomik nga importet. Sidomos nga importet e produkteve bazë ose nga importet e Bashkimit Evropian për shembull. Bashkimi Evropian për shkak se varet nga importi i energjetikës, edhe nga Rusia dhe nga lindja e mesme, por nga SBA, tani ndajnë fonde shumë për pjesën e zhvillimit të energjisë alternative, të cilën do të zëvendësojnë nga nafta dhe gazi, e cila në një të ardhmet bëhet një ekonomi e pavarur nga shtetet, siç është, domethënë, që varet tani nga importi energjetikës. Prof, çfarë mendoni, cili është sistemi më ideal, kapitalizmi apo diçka tjetër më sociale? Apo ndonjë gërshetimi të dyjave siç bëjnë shumë shtete? Po. Tani një krahasim vazhdimisht e marr kur flas edhe me studentët pjesën e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Shtetet Bashkuara të Amerikës ku është një shembull i jetesës së kapitalizmit 100%, edhe një Shtetet e Bashkimit Evropian që janë një kombinim i kapitalizmit dhe funksionimit të sistemit social. Por edhe brenda Bashkimit Evropian ka ose shteteve të cilat janë anëtarë të Bashkimit Evropian ka një diferencë të funksionimit. Për shembull, shtetet nordiket kanë një kombinim ndërmjet kapitalizmit dhe sistemit social, që funksionon për mrekulli pjesa ekonomike. Kurse në Ballkan mund ta marrim rastin e Slovenisë. Slovenia është shtet i cili është në Ballkan, po është anëtarë e Bashkimit Evropian siç është Kroacia, Bullgaria dhe Greqia, por funksionimin e ka të kombinimit ndërmjet kapitalizmit dhe sistemit social dhe funksionon në mënyrë tani për tani e them shpesh edhe në për ligjërata këtë pjesën e sistemi kapitalist nuk është më i mirë. Por më të mirë tash për tash nuk ka. Kjo është. Pse? Sepse ne kemi pat shembull konkret, bota ka qenë ndarë në dy sisteme politike, por edhe ekonomike të njëjtën kohë, edhe si kanë përfunduar të dy sistemet. Ka kritik të ekonomistë që vazhdimisht edhe profesorë edhe në kadetra të ndryshme që bëhet pjesë e kapitalizmit, a është zgjedhja apo pse paraqiten këto krizat ko pas kohë, prej sidomos shekullin e 20 që kemi pas shpesh kriza financiare, a është si rezultat se kapitalizmi nuk mund të qëndrojë apo do zëvendësohet me një sistem tjetër, por tani për tani ky sistem tregon se ka kriju vlera ekonomike. Nuk flas për pjesën tjetër. Po, duke marrë parasysh gjitha këto që keni njohuri, po besoj keni pak a shumë informacion edhe mbi parimet e ekonomisë islame, kushtimisht ta quajmë. Cila është më afër këtij sistemi? Tani jam duke punuar një punim edhe kur i referoja për evoluimin e mendimit ekonomik dhe u ndala tek pjesa e kontributit të dietarëve musliman gjatë qytetërimit islam, lulëzimit qytetërimit islam, edhe dy autor që i referohem shpesh, edhe i mbaj kështu është Imam Gazaliu edhe Ibn Halduni, të cilët folin për pjesën e kapitalit dhe pronës private, domethënë flasin para qindra viteve. Edhe çfarë më ra në sy gjatë këtij, se ne e dim se pjesa e parimeve islame dy pika që i ka të rëndësishme që e dallon është pjesa e përfshirjes së kamatës, normës interesit, që sot kapitalizmi funksion në bazat e këtij e normës interesit apo kamatës, edhe parimet islame këtë
abstrahojnë, e largojnë, domethënë nuk e pranojnë këtë pjesë, por përveç kësaj që më erdhën 2 pika tjera që ishin debati që kishte patur ose që ka artikuluar më herët është e përgjegjësia sociale edhe koncentrimi i kapitalit, që ka fol Imam Ghazaliu para qindra vite, edhe Ibn Halduni, të dy. Ka të ngjashëm mendim. Që sot në ekonominë bashkëkohore shumë debatohet. Përgjegjësia sociale, funksionimi i bizneseve, a kanë përgjegjësi sociale? Kapitalizmi thot, ne duhet të kemi për qëllim maksimizimin e fitimit, zhvillimin e teknologjisë, industrializimin, modernizimin por ama përgjegjësinë sociale deri kohën e fundit nuk e kanë pasur shumë. Çfarë shkakton për shoqërinë një zhvillim i biznesit? Këtë debat e ka pat para qindra viteve Imam Ghazaliu. Tani ekonomistë ndryshëm e debatojnë edhe këtë pikë. Që është ekonomia bashkëkohore është duke i inkorporuar këto vlera brenda sistemit vet për mirëqenien e qytetarëve. Domethënë ekonomia bashkëkohore e inkorporon ose bankat islame i inkorporon brenda. Por në rast se ka një sistem parimet e islame, a inkorporon ekonominë moderne ose themi ekonominë bashkëkohore, se ekonominë a inkorporon për shkak parimit të kamadës ose interesit që është parim për funksionimin nuk mund të funksionojë. Sado debate ka patur, kemi lexuar autor që mundohen gjejnë hapësira juridike islame flasim. Por në parim është kjo. Mund të jetë arsye tjetër elementi i distancimit të shoqërive, ndarjes në dy shtresa. Shiko, pjesën e shumë të pasur dhe shumë të kapitalizmi këtë e krijon. Domethënë kapitalizmi e krijon, thash parës, domethënë globalizmi që është që tash qëndron mbi parimet e kapitalizmit, krijon shtresa sociale. Edhe kjo është e padrejtë në parim. Por konkurenca a krijon vlera po edhe kjo? Se nëse nuk e lejojmë se pjesa e konkurrencës e ka kriju krijohen sot konkurenca në treg, ka kriju vje Apple, Samsung, këto firmat që sot nëse do kishim jo konkurrencë, ku sistemi paraprak që ka qenë ekonomik, në parimet e socializmit që ka qenë. Kretë kemi jemi gjeneratat reja, po gjeneratat më herët e dinë se edhe te berberi kur kemi shku ose te rrujt, i kemi pas flokët kretë njëjtë. Domethënë nuk ka pas konkurrencë çfarë në treg. E nuk flasim më për produktet e tekstilit, produktet teknologjike, industrializimin e kështu me radhë. Kretë kanë qenë të kontrolluar. Edhe këtu ku nuk ka konkurrencë, nuk ka dhe zhvillim. Kundër kësaj ide nuk ka qenë as Imam Ghazaliu as Ibn Halduni. E ka promovu pjesën e kapitalit. Por atje thash parës koncentrimin e kapitalit ka qenë kundër, kurse kapitalizmi e koncentron kapitalin. Ne dim rastin e edhe dhe parafrazoj pjesën e hadithit kuranor ku Zoti thot të mirët ata që grumbullojnë pasuri. Domethënë sot nëpërmjet kapitalizmit, nëpërmjet sistemit kamator koncentrohet kapitali. Edhe zhvillimi ekonomik është i dëmshëm, domethënë ngadalësohet zhvillimi kur koncentrohet kapitali. Prandaj ka mekanizma për qarkullimin e kapitalit. Aty është për shembull jo vetëm kursimi. Sot i kemi 3 elemente në brutoproduktin kombëtar, që kursimi, konsumi dhe investimet. Edhe nëse ne orientojmë vetëm të kursejmë, duke mos konsumuar dhe mos investu, ne bllokojmë kapitalin, ne koncentrojmë kapitalin me një vend, grumbullojmë kapitalin. Edhe këtu kemi pasoja ekonomike dhe sociale pastaj. Se shkon vetëm tek një shtresë. Edhe për këtë ka qenë kundër, por vendohen ato parimet etike, ajo përgjegjësia sociale që thash, që e ka diskutuar edhe Imam Ghazaliu edhe Ibn Halduni para qindra viteve, që sot është shumë nëpër akademi, profesor të ndryshëm flasin për këto tema, si në aspektin e etikës edhe përgjegjësisë sociale të bizneseve, financave e kështu me radhë. Kjo kur jemi tek gjërat e konkrete të përditshme, çfarë po ndodh me çmimet e naftës? Si po ndikon tensionet në ngushticën e Hormuzit, konkretisht çdo ditë në dinamikën e saj tek çmimet e përditshme? Dëgjova dikon që nafta është sikurse gjaku në trupin e njeriut, i cili mundson qarkullimin vital. Nuk e di sa qëndron. Tani nëse e marrim një analist thjesht, po, edhe një bisedë kështu thjesht, duhet të shohim kush janë eksportuesit më të mëdhenj, prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe eksportuesit më të mëdhenj të naftës. E kush përfiton prej kësaj gjendje? E kujt i konvenon një gjendje status quo-s pas zgjidhje. Edhe shifet kush ka interesa për të rritjes së çmimeve, uljes të çmimeve.
Kapitalizmi, që thamë që në lidhje me pjesën e çmimeve, funksionon tek pjesa e sistemit të kamatës, normës së interesit. Kjo është edhe pika e ditë që është pjesa e funksionimit të spekulimeve financiare. Ne kemi shumë liderë botëror që japin një deklaratë mëngjes, edhe një deklaratë në brëndme, dhe ne mendojmë se këto liderët nuk janë vizionar, ato janë vizionar. Sepse ne nëse marrim deklaratat edhe nxjerrim, futem në laptop edhe këndej nxjerrim deklaratat e liderëve, nga ana tjetër nxjerrim berzat në botë, çfarë ndodhen me çmimet në moment kur thot për shembull do hapet ose do bëjmë një marrëveshje të paqes. Çfarë ndodhen me çmimet, edhe në moment kur thot vazhdon lufta, edhe çfarë ndodhen me çmimet. Edhe pas këtij momenti kur kalojnë 4 tetor ose 2-3 ditë, ne i shohim kush ka përfituar nga këto lëvizje të çmimeve. Edhe këtu shihet më pastër kush dhe kujt i konvenon kjo gjendje një status quo. Se gjithçka kur flasim për energjetikën, folet për pjesën e funksionimit të sistemit financiar në botë. Edhe këtu është, domethënë, dihet se pas luftës së dytë botërore, sistemi i funksionimit të financave ndërkombëtare është në parimin e përdorimit të dollarit si mjet këmbimi për pagesat edhe për transfertat financiare në botë. Në bazë të analizave tua, ke ndonjë epilog mbi ngjarjet e fundit? Tani në bazë të lëvizjes që ndodhen edhe duke përfshirë pjesën e globalizmit, si funksionon tani korporatat e ndryshme botërore. Kush janë pronarët e këtyre korporatave botërore sot, që janë prej linjit të riparandim. Mendoj se do të ketë një situatë edhe aty mbas funksionalitetit që shkon, domethënë do ketë një status quo ku do krijon ekuilibra ndërmjet fuqive të mëdha. Nuk do të ketë më një që do udhëheqë botën, po do ketë një flas në aspektin ekonomik. Do ketë një formë të ekuilibruese ndërmjet fuqive të ndryshme, të cilat të gjithë kanë interes. Domethënë nuk është tani në fund kush e paguan normal në sistemin e kapitalizmit qytetari, është ai në fund që paguan krejt. Jo vetëm i Ballkanit Perëndimor, por krejt botës. Është i njëjti që paguan edhe inflacionin i cili 15% nëse nuk gabojishte këto 2 vitet e fundit. Në Ballkan apo nivel? Jo, realisht në nivel global. Po, në nivel global ka lëviz, domethënë duke marrë një mesatare nga shtetet që janë stabile dhe shtetet që stabile është 15 deri 17%, nëse merret një mesatare e shtet. Kurse Ballkani Perëndimor ka lëviz vetëm nivelin më ka qenë pas pandemisë. Edhe tani mundohet të mbajë një ekuilibër që mos dalen dyshifror të bëhet. Domethënë është një shifror inflacioni në këto vend, në Ballkanit Perëndimor. Kurse pjesa e si mund të rjedhe në aspektin ekonomik për shkak se sot pronarët e korporatave të ndryshme, sidomos të energjetikës, janë prej popujve të ndryshëm, prej shteteve të ndryshme, edhe nuk i konvenon askujt të përdoret një luftë afatgjate. Por konflikte afatmesme, lufta afatmesme ndryshojnë ekuilibra geostrategjike, po e geopolitike, por e geoekonomike. Ku hin lojë shtetet të reja dalin shtetet që kanë qenë para praktikisht. Edhe kjo nuk është diçka e re në funksionimin e botës ose politika botërore. Kjo është përsëritet në forma të ndryshme. A është e re Bitcoini? A është alternative sistemit financiar? Tani tek pjesa e kriptovalutave dhe inkorporimi në sistemin e funksionalitetit të financave, në këtë fazë është më tepër eksperimentale. Është më tepër eksperimentale sepse për shembull portfolja gjithë kriptovalutave në botë është rreth 1 ose 2 trilion dollar, kurse përdorimi i tyre është 5%. Si mjet pagese. Më tepër si mjet disa shtete e përdorin për të mbajtur një politikë monetare stabile, e përdorin përkohësisht. Janë disa shtete, Venezuela e ka përdorur, Irani e përdorën. Salvadori ka vendu si zyrtarisht e ka vendu e kështu me radhë. Po shtetet të cilat janë në zhvillim, edhe nuk kanë kapacitet, është një luks i madh të bëhet ky eksperiment. Të përdorimit të valutës, kriptovalutave si mjete për kambim. A nuk do duhet marrë si shembull në vend të arit digital të investohet në to edhe në nivel shteti, siç ka vepruar Salvadori? Për shembull El Salvadorin, dhe marrim rasti El Salvadorit. Ka pasur shumë humbje sepse kur e ban vitet e para ka psuar edhe rritje. Tani
kriptovalutat fillon të bien çmimet e tyre. Edhe fillon të ketë edhe humbi, se kjo është e koste që e paguan gjatë përcaktimit çfarë do të vendos. Nuk është fitim në qoftë se nuk paguan për transfere Po, eta doja të them. Për shembull, El Salvadori ka 12% përdorimin për transfer, që qytetarët e El Salvadorit e pash një statistikë, është 12% që e përdorin qytetarët për transfert. Në raport me sasinë qarkulluese të kriptovalutë Bitcoinit në El Salvador. Kurse shtetet e ndryshme mund për shembull SBA-t, Bashkimi Evropian mund të inkorporojë edhe në pjesën për eksperiment. Ama janë ekonomi të fuqishme dhe nuk ndikon drejt për së drejtën ekonominë e shtetit. Por shtetet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë shtete në zhvillim, është një luks i madh për të venduar si eksperiment me kriptovalutat në formën e transfertave ndërkombëtare, po edhe të vend. Për shembull, shtetet e Ballkanit Perëndimor të rinjt i përdorin kriptovalutat vetëm për investime. Edhe për pagesa online short term, pagesat të shkurtra ose investimet të shkurtra. Kjo është gjendja, është në fazën eksperimentale, por kur bëhen këto të ndryshimet ekonomike, çdo herë krijohet një krizë e rëndë para ekonomike, pastaj fundohet sistemi financiar, ndryshohet sistemi ekonomik. Kështu ka ndodhur gjatë historisë çdo herë. Ndoshta edhe ne jemi në atë fazë ku do zëvendësohen edhe format e reja. Atëherë nëse Ballkani nuk duhet ta marrë shembull Salvadorin, dhe sistemi kapitalist e një abuzim të prodhimit të paras, atëherë u dashka që të kthehemi tregtisë me ari, me argjend? Historia ka treguar se ari dhe argjendi, sidomos ari, ka treguar një politikë stabile monetare. Por krizat financiare nuk vinë si rezultat vetëm i politikave monetare, vinë edhe prej shkaqeve të tjera. Për shembull, pas luftës së parë botërore në krizën që është njohur depresioni i madh, është dashur një teori e re ekonomike të futet, ka dhënë kontribut Maynard Keynes, atëherë keynesianët edhe neo-keynesianët kanë thënë ndikimin e shtetit për të menaxhuar krizat financiare. Edhe aty është pas se ari nuk mund të menaxhoj, domethënë sistemi i arit nuk mund të menaxhoj krizat financiare, të cilat mund të paraqiten kohë pas kohe. Edhe prandaj pjesa e arit nuk është e zgjidhje afatgjatë e krizave financiare, sepse është shumë kompleks sistemi financiar tash botëror, sidomos pas luftës së dytë botërore. Edhe një shtet mund të ketë shumë rezerva të arit, një shtet tjetër nuk mund të ketë rezerva të arit, por mund të ketë brutoproduktin më të zhvilluar në botë. Kur jemi te krizat, ka dallim krizat që shkaktohen nga lufta dhe krizat që shkaktohen nga vendimet e brendshme? Kur jemi te krizat financiare, po. Ka dallim ato që shkaktohen nga lufta, si pasojë e luftave globale që nuk do me thënë vetëm pjesës së luftrave si rezultati i luftrave, por ka kosto ajo. Për shembull SBA-t, kriza që njihet kriza hipotekare 2008-s, ka ardhur si formë ku në vitet e 90 ose vitet e 10 ka qenë American Dream, ëndra amerikane, ku bankat kanë shpërndar shumë lehtë deri te kreditimi. Qytetarët edhe për një celular kanë marrë kredi, edhe për një shtëpi, edhe çfarë ndodhen tani, erdhi në atë gjendje ku filloi forca e kthimit të kredive të bjerë, edhe të realizohen të bubble credit, të zhduken ato kredi, edhe bankat e vogla filluan të falimentojnë se nuk arrinin të kthenin paratë e dhëna. Edhe bankat e mëdha i merrnin, i blenin asetet e bankave të vogla, edhe borxhet e tyre. Edhe kështu e luminun shumë bankat të vogla, edhe u krijoi ajo kriza hipotekare financiare, e cila pat impakt pastaj edhe në zonën eurozonën në Europë, ku drejt për së drejti prej kësaj krize u prek edhe Spanja, Italia, Irlanda edhe Greqia më tepër. Profesor, për fund, çfarë mendon, kush do ta kontrolloj apo menaxhoj financat? Bankat, shtetet, teknologjia? Tani, kur jemi këto të tre pikat, unë mendoj se e ardhmja do jetë një kombinim të treja. Okay. Nuk do ketë një lider i cili do i kontrollojë këto të dyja ose njëra mbi tjetrën të ketë pushtet. Çdo herë funksionimi i etatizmit do jetë në botë. Çdo herë shteti do ketë impaktin mbi ekonominë, mbi financat edhe mbi sepse funksionaliteti duhet merret parasysh jo vetëm sektori i biznesit, po duhet marrë edhe qytetari. Edhe shteti çdo herë do jetë
që do i lojë këtë ekuilibrat. Edhe bankat do vazhdojnë të jenë atë impaktin e vet do e kenë në funksionimin e financave dhe tash në fund që është pjesa e digitalizimit që është fut në ekuilibrin e financave në botë ku tash më tepër mund të investohen nëpërmjet një aplikacioni të thjeshtë në celular edhe të jetë një impakt prej tek individi, tek kompania, shteti e kështu me radhë. Unë mendoj se ardhmja do të jetë një kombinim të tre këtyre një kombinim hibrid ndërmjet tre faktorëve financiar të ardhshëm. E qartë. Profesor, edhe një herë faleminderit që ishe pjesë e studios tonë. Ju faleminderit edhe juve. Dashur miq, ishte kjo epizoda radhës e Z Podcast. Uroj të keni kaluar çaste të këndshme e të dobishme. Ne me kaq që përmbyllim deri javën tjetër. Mirëmbëjtje, natën e mirë.